komplet dakord me gjithë, është personazhi që ka ardhur në këtë shtëpi dhe ka bërë dakord gjithë shtëpinë bashkë. Domethënë, të jenë këtu 17 vjet dhe 16 flasin kundër këtij njeriu, nuk besoj që ka nevojë për të thënë gjë tjetër më. Ka fyer sa ka mundur, e ka bërë edhe përballë meje, biles edhe me anë të karakterit tim fizik që unë s'dua t'i vë fare në tavull këtu në këtë diskutim. Nuk kam çfarë i them. Masteri ti rroj, po nga ana e mendjes edhe asaj që kam mësuar duket zero. Brikena? Rogerti sa po tha që e ka trazu shpinë, në qoftë se ky kishte trazu shpinë me provokime, unë ja kisha bo halal, ja kisha jap dorën, po ky e ka trazu shpinë me ofendime, se ndryshe e ka po që nuk ja del dot me marrë vëmendjen tonë. Kështu që me ardhe dhe me më thonë gjana si e ndeshme, e pa ndeshme, unë jam e forte dhe të baloj, me që sekundë se nuk ndërpreva. Okej, është edhe ajo, sepse ofendimet nuk kanë arë si budal, për më ju akuzu, ofendimet kanë arë se keni, sepse keni kenë loj, ti që shfrytëzon femna, ti zotni që shfrytëzon femna, ndoshta, dhe ti zotni që nuk e ke ide se që e të fund, sepse atje nuk e ke pranu këtu live, po, unë besoj të vlaj ma, edhe në qo se nuk besoj të Monika dhe të Arbi, unë besoj të vlaj ma, do e zërin video, këtë garantoj, do dalin video, Rogert, po të kujtoj edhe një herë që nuk ka nevoj të dalin videot, janë të dala, janë aty. I kanë parë të gjithë. O Rogerte, di qarë video del që shofim ne jashtë. Ja më janë e ku ta themu ne shofim video. Se këti edicionit që mërën vetë mirin e West Side Live qa ka skuadra. Dakord, shumë mirë bëj unë. Mirë më mirë. Mos noshta moj Monika, mos noshta e njef mirin, e del mu këtu duke e mrojt. Po si s'njof dhe ty. Po pa tjetër, si s'njof dhe ty njof edhe mirin, dhe njof gjithë. Tani po të them një gjohën. Kur ti pas ke këtë mi pra mbarove fole ti. Hëngre ti prit hajun të ashir, dëgjo këto. Po ke folma, Monika. Po mi pra të flasun. Miri është i preferuar jo dhe ti për mu, je një anshme. Unë opinionin ta nuk të marrë. Shumë mirë, bëhu dhe ti preferuari. Dhe është ma zotnisë ti. Po pa tjetër, bëhu dhe ti. Por ti nuk bëhu dhe ti i preferuari i vlajt ma. Tani u po të bëj pyetje. Kur ti pas ka hall që Selina të ndajeshte nga Miri. Ti pse deshe me u lidh me Selinën, mo vlla? Ku që ke ti ka qindershëm? Ta them unë. Ma jep ti mua këtë, përgjigje një, e para, se pastaj vazhdo ti tjera. Sepse loja e Selinës me Mirin është total jo okej si shqiptar. Pra ti do t'i jesh Miri i ri. Po ti qa jeti? 23 vjeçare. Po ti qa jeti, sa vjeç je ti njerë? Dhe në shumë të jetojnë tu. Si është Miri me femrat? Po ti sa vjeç je ti dhe ti, a je burri martum dhe ti me kalamaj që do me lit me Selinën? Ku dhe me cilë kam flirtuar? Jo, pa shuna ka dalë në video. Qa ka dalë në video? Video pra, ik nau nga Miri, hajde ke unë. Supra ke dalë, po, ti. Sepse unë dua që kjo ta kuptojnë, sepse loja kështu nuk bëhet me Mirin. Ta kuptoj me ty. Sepse Miri është një person shfrytzues dhe në fakt, do të bëhesh ti. Inqest, familje dhe është video që kam do me thonë inqest apo jo? Lidin aty jo, e dini shumë mirë ju. O mund jenë dritur e kopit shqiptar, Më fal, një sekond, të ruajmë pak qetësinë. Qa do me thonë inqest apo jo? Kush e sekond? Ju lutem, banor. Rogert, çfarë do të thotë inqest e dini shumë mirë ju? Se mbase ti di më shumë dhe ne nuk dim asgjë. Ta them unë, ule me Mirin, ditën e parë. Se do të vi taka kokës pra. Kujdes se si e thu. Qetësoj. Okej, jo nuk qetësohen fare, më shike me vërtet pa turpshëm. Ju lutem ti nuk meriton 1 minutë more në televizion, 1 minutë. Ti je në magjin. 1 minutë nuk e meriton tu. 1 minutë nuk e meriton se si e burr. Edhe ndash me ditë mendimin tim për veriorët, ti nuk je fare verior se si e burr. Ti je në magjin. Ti je në magjin e atij personi që shfrytëzon gra për gjitha gjërat që ai bën jetë. Atëherë, do më les ta shpjegoj. Jo, ti fare të shpjegoj se nuk e meriton. Jo, Selin, një moment se dua unë ta sqaroj, po. Ishim aty jashtë dhe po flishim me Mirin për punë
tjetës tina Gjermanis, dhe ra që ka i vajzë 10 vjeqe gjitha. Dhe Selinën i thash, a mos ka pështu goja më mirë i thash për punën e vajzës që e kam Selinë si vajzës? Jo, tha nuk më ka pështu goja. Sinqerisht e ke? Jo, tha nuk më ka pështu. Po a duket normale i thash, për me ja përdrell floks i thash, vajzës tane i thash, e me i fërku kokën i thash të kofsha asaj, po tha edhe më shumë, këto janë videot, tjetra pas e i thash, o miri, jetu më shoku se kjo nuk është normale i thash, se duket njësoj, sepse Selinë, më dëgjo, është shumë e rëndësishme. Shifrat më të mdhaja të inqesin familje janë atje, a e dinë se po buj njerës, Mos do sa ke përjetu që një fja ka shmirë. Mos do sa e bën vetë për e ti. Oj pa turpshë, mos do sa e përjeton ti në përgjithësinë tate. Pra, atere, i dashur Rogert, se prandaj thash që fjalët, po s'ma le ta marroj, s'ma lajmë ta marroj. Dhe mbaroj të lutem se nuk kemi 7 A duket i thash në gjë normale i thash, po tha, si problem tha me inqestin. E keni video, gja shumë e thjesht. Po, dakor, tani. Unë në asnjë moment nuk dua të mbroj asnjërin prej jush, sepse nuk është detyra ime. Ajo që unë dua të sqaroj, për të mirën e të gjithë atyre miliona njerëzve të cilët investojnë kohë, emocion për të ndjekur këtë program, rëndësinë e përdorimit të fjalëve, të cilat po ta ritheksoj, do duhet që të kenë të njëjtin kuptim për të gjithë ne, sepse në të kundërt, pastaj nuk merremi dot vesh. Pra, nëse ti përdor fjalën incest, fjala incest, by definition, është një marrëdhënie seksuale brenda të njëjtës familje. Në rastin konkret, Miri dhe Selin nuk janë një familje. Janë 2 konkurrentë të Big Brother. Dhe nëse ti i thua Mirit që o Miri, po ti e di që kjo gjëja që bën ti në botë përkthehet si incest? Apo jo? Mendimet më zotni. Po pra. Ne s'po flasim për aktet fizike. Po flasim për aktet fizike, sepse unë jam tu me mendimet e Mirit. Atere ti, Rogert, a je një lexues mendjeje? Është thjesht i papërgjeshëm. A je një lexues mendjeje? Pra arrin të lexosh mendjen e Mirit, se çfarë ka Miri në mendje kur shikon Selin apo kur i prek flokët? Po, edhe ndoshta, nuk e di. Edhe ndoshta, atëherë në këtë pikë unë nuk kam çfarë të komentoj më, sepse jemi komplet një shkallë, ti qen ke një shkallë më lart. Dhe me këtë rast, mbas Big Brotherit, mbas duhet fillosh të parashikosh të ardhmet e kombeve, sepse do ecim përpara, si më thënë. Dua të mbaroj pak mendimin Brikena dhe pastaj Lorna, se nuk e mbaroj. Brikena. Atëherë Legion, unë kështu thonë që mu më ka cilësu dhe më ka thonë se e pandershme. Unë jo me fort edhe përballoj këtë sen, unë nuk ja kam kthy me ofendim, por që mu thjesht dhem që familja em, se unë jashtë e kom një familje dhe di që i vlën gjaku kur linin këto gjana, se unë këtu mrena nuk bo asë një gjest të pandershëm, që me ardhë një person që nuk nje edhe më cilësu si e pandershme. Qartë. Lorna. Atyre, Ledion, Rogerti kur hyri në loj, hyri duke më thënë mua që ti mbaje lojen me të famshme sfit, që unë nuk e pranova absolutisht. Pastaj... Po, diskutimi i parë ka qenë me si patjetër. Ofendimin e parë që duke më thënë konkubin ka qenë kundrejt meje, pastaj më objektifikoj duke më thënë që Miri është pronari im dhe unë jam produkti Mirit dhe u bën bash pronar, 2 bash biznesmen dhe duke i thënë unë mos më objektifiko, pastaj kalon në dhomën e gjumit më thot ta them konkubin figurativisht dhe unë figurativisht more Rogert, edhe ne mund të të themi ta fikim dhe ne cigare në balë, po figurativisht ty, mund të të ofendojmë edhe ty, neve, figurativisht, edhe ti ndoshta po bën incest në mendjen tënde, figurativisht, gjithmonë figurativisht. Mund t'i përmendim edhe një gjëje, figurativisht, gjithmonë. Ti se sa e afeksionume je me Mirin, se nuk i thu, se si thu se e gjelozë ndaj Selinës, se nuk i thu, kjo pra është figurativa që shofun këtu, se nuk i thu, jo pra, pa thuj këto, pa thuj pra këto, ti s'ke ardhur këtu të më mbash lojën time apo të asaj apo të ati. Rogert, nuk lejot absolutisht. Rogert, a ke ti brenda shtëpisë së vllajit të madh dikë që ja vlerëson lojën ose për të cilin ke një lloj stime? A ekziston një njeri aty brenda?
që ti e vlerëson? Po, Greta do ta jap fjalën më një herë. Normal, po. Kush është? E do përgjigjen. Patjetër. Po, Casey. Pra Casey është njeriu që ti vlerëson aty brenda shtëpisë. Casey është fenomenal. Për çfarë arsye të lutem? Sipas teje gjithmonë. Arsyet e thjeshta që Casey që nuk ka përballu këtu dhe e kanë kryqëzu për punën e lidhjes me Inen. Edhe e rëndësishme është që Miri po shfrytëzon këto femra tu si Stelina për të arritë të çmimi madh dhe pastaj për t'i thënë miru pafshim kësaj goce këtu dhe kjo para kësaj videoje kjo ishte gati për t'u ndatë Miri, po vetëm sepse ju nuk e keni tregu videon kësaj femne këtu, po kur dalin nga këtu ka me kuptu kjo dhe sepse Casey e meriton që të jetë loja e pastë që po bënaj. Ti thuaj që Casey ka qenë është për të pra ti estimon e vlerëson sepse Casey ka qenë në sundrën e mendimeve për shkak të raporteve që ka krijuar aty brenda dhe në krahasim me Mirin ti thua që ka qenë më i sulmuar Casey në krahasim me Mirin apo jo? Miri me zor shpret mjes vetëm burra me shfrytzu femnat. Dua të dëgjoj pak Greta. Ti ke qenë shumë e prekur sa i përket përfshirjes familjarëve dhe ke patur një lloj shpërthimi për të cilin edhe ke qenë e tronditur, ke qarë në vazhdimsi, derisa në një moment edhe Selind ka thënë blidhe vetën se u bë shumë. Më thuaj. Në radhë parë do doja t'i kërkoja falje të gjithë familjarëve që janë, dhe me thënë të njerëzve që janë këtu me ne. Këto janë lot krokodilesh. A mund ta lëm të përfundoj? Nuk jam dakord. A mund ta lëm që mund të mos dakord edhe ata nuk janë dakord me ato që thua ti, po të dëgjojnë. Greta. Sepse është shumë e turpshme që vi një person edhe të thot çdo lloj fjale të mundshme pa sens, pa kuptim, dhe me thënë llafe kot e mkot. Ky personi është një manjak. Se ky ka qef të rinë për banjot e femrave, qikoj bikinit edhe robat e femrave. Edhe të thash që parë, më ty mos e banjo femrave, unë du të rria të tha. Ti e manjaku numër një në këtë shpi, edhe qepe dojën. Dhe këtu jeni gjithë që po exageron, dhe flitni gjithë se po ju shef një publikit. Ju po ju shef një publikit tërë. Mos rini këtu e pranoni këshilla akuzash. Se nuk është normale, gjithë që jeni këtu. Aty, këtu nuk më ka marrë kush dhe keni videon që mi thash, ma tregoni se ku është shpia dhe i ka thirr produksioni, tregojni shpinë e s'ka ardhur kush. Megjithatë, sot unë shkova për të ndru mafjet sepse u lava dhe aty nuk ka shkru me femnave, por diçka që kjo më akuzon. Kjo është e rëndë dhe kjo nuk është normale. Dhe këtu unë duhet të jetë kjo këtu. Unë besoj se... A jam manjak tani apo ofendus tani cilat janë? Fjalë të rënda kundrejt njëri tjetrit. Mirë po, ajo që nuk besoj absolutisht fare, Robert, është që ti nuk e njeh atë shtëpi. O nuk e di ku janë banjo, to zotri, nuk ka banjo femnas. Nuk ka banjo femnas as burrash. Ti shikon bikini, Imagjino që më tha o Ledion, po pse më Ledion një kaq një anshëm edhe ti më Ledion? Sepse po bëj, atëre, sa po të bëra, i dashur Robert, sa po të bëra, një moment Greta, sa po të bëra shëmbullin e asaj që ti the pak më përpara. Sikur të gjithë ne të mendonim ose të besonim se është e vërtet ajo që ti mendon në kokën tënde, nuk do merremi vesh asnjëherë. Dhe kur unë them që nuk e besoj që ti nuk njeh cepat e asaj shtëpie, është njësoj në atë gjën që ti thua për secilin prej atyre aty brenda. Ledion, dua ta mbyll me diçka. Të gjashtë me thjesht. A mund të marrësh frymë herë o burr? Merr frymë herë. Un kam frymë më zotëri. Po dakord, po merr frymë. Merr frymë se flitet me radhë se nuk jemi stall derrash. Po fal pra, në rregull jena ne këtu. Dëgjoj Ledion. Unë mendoj që kemi të bëjmë me një banor që ka hyrë brenda shtëpisë dhe do të mbahet mend si
vetë sabotuesi më i madh i kësaj loje. Do me thënë, njeriu asaj që dytë mund t'jetë gjeniku, po... Po mirë, më kam konvertrimin tim, pastaj po doli gjeniku, unë do ikin nga Shqipëria. Do ta lej Shqipërinë. Po doli ky gjeniku, unë do ikin nga Shqipëria. Dhe unë do qëndroj. Okej. Dhe dua të them edhe diçka, sepse unë nuk flas vetëm për Rogertin, flas që edhe për shtëpinë. Ky ka krijuar një skenar në kokën e tij, nga jashtë, një skenar për këtë do banor. Dhe e ka bind ky veten e vet që ka drejt, nuk i interesojnë këtij argumentat. Ky e ecën me skenarin e kokës vet. Por duaj që t'i them banorëve që keni një mundësi shumë të mirë. Mundësinë se si të reagoni ndaj një ofenduesi. Hatanin.